Ndëruar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se besimtari duhet jetë i kujdesshëm dhe shumë i vëmendshëm që veprat e tij të cilat i ka punu dhe ibadetet e tij të cilat te Allahu Azza wa Jalla i ka depunu, t'i ruaj ato, të ruaj shpërblimin e tyre dhe ditën e gjykimit të shpërblehet për mundin që ai ka kryer. Sepse dashur vëllezër besimtar, ka mundësi që njeriu nga pakujdesia e tij, por ndonjëherë edhe për shkak të disa sëmundjeve të brendshme të zemrës së tij, ai mundet që veprat e tij me i shkatërru, mundet që shpërblimet e veprave të tij me i asgjësu ose me i zvoglu dhe ditën e gjykimit pastaj me ngel pa shpërblim. Allahu na lut ya rabbel alamin. Janë disa vepra të dashur vëllezër besimtar, janë disa gjëra që duhet kemi parasysh shumë dhe të jemi të kujdesshëm, cilat ka paralajmëruar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i dërguari i tij, janë prej gjërave cilat i asgjësojnë veprat e njeriut, respektivisht i asgjësojnë ibadetet që ai ka punu dhe adhurimet që ai ka kryer. Allahu na lut ya rabbel alamin. S'ka dyshim se ato janë disa, por do të mundohen të përmendim ndoshta disa më kryesore për shkak të kohës. E para dashur vëllezër besimtar, gjëja më e rëndësishme dhe më e rrezikshme gjithashtu që duhet kemi parasysh çdo herë dhe në çdo ditë dhe në çdo natë dhe pas çdo ibadeti dhe kur mos mu largu dhe mos me harru është shirku. Allahu na lut ya rabbel alamin, sepse shirku i shkatron veprat, shirku i asgjëson veprat, madje i asgjëson në tënsi dhe nuk ka mëkat tjetër që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e fal përveç shirkut. Tirat mëkate ndoshta edhe i fal, por shirkun nuk e fal. Andaj nëse një person pas adhurimit që aja ka ba Allahu subhanahu wa ta'ala, ka ba shirk, e ka adhuru dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka lu dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, jo është nënshtru dikun tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, ose ka shtu të faltori, ose ka cit fall, ose gjërat tjera të ngjashme të cilat jenë prej veprave të shirkut, ai me këto vepra dhe me këto veprime i ka shkatru adhurimet e tij, edhe nëse janë sa kodra të mëdha. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala duke ju drejtu profetit alayhi salatu wa salam, wa laqad uhiya ilayka wa illa alladhina min qablika, të është shpall ty dhe atyre që kanë qenë para teje. Pra ty o profet po të shpallet, sikurse që jo shpall edhe profetëve të tjerë. Le in asharakta, dije se nëse bën shirk, nëse Allahu ti bën shirk, le yahbatan amaluk, të asgjësohen veprat në tënsi. Allahu po i tregon profetit, pja bën të qartë, të dashurit të tij, të afërmit të tij, pra nuk ishte rob më të afërt te Allahu azza wa jalla se sa profeti Muhammed. Megjithatë, Allahu po i thotë se nëse bën shirk, të asgjësohen të gjitha veprat që i ke punu. Thot me një hadith profeti alayhi salatu wa salam, إذا كان يوم القيامة إذا جمع الله الناس يوم القيامة, kur Allahu ti të bëjnë njerëzit ditën e gjykimit, në ditë që nuk ka dyshim në të, yunadi munadin, thret një za, thret një thirrës, të gjithë ata të cilët Allahu ti kam bë shok në veprat e tyre, të gjithë ata të cilët kur kam punu vepra, i kanë bë edhe për dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, leta kërkojnë shpërblimin për veprat e tyre prej atyre të cilët ata kanë dashur dhe i kanë fut hisën në ibadet. Wallahu aghna ani shirk, e aghna shurakai ani shirk, e Allahu nuk ka nevojë për shirkun e askuj. Andaj dashur vëllezër, do të jemi të kujdesshëm që të mos bëjmë as shirk me gojë, por as shirk me vepra. Sepse nga një herë, janë disa vepra që njerëz të kryejnë janë për shirkut, dhe si pasojë pastaj i asgjësohen edhe veprat dhe ibadetet e tij
dhe nuk i pranohen ditën e gjykimit. Dy të dashur vëllezër besimtar, prej gjërave që shkatërrojnë veprat e besimtarit është riaja, syfaqësia. Thot profeti alayhi salatu wassalam, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Gjëja që më shumë ti kam frikë për ju. Gjëja që më shumë ti kam frikë për ju, pra që ju keni mundësi me ra. Dhe profeti po e ka dronën njerëzve që kanë mundësi me ra në këtë vepër të ligë, të shëmtuar të ranë, e cila pastaj u rrezikon ibadetet e tyre. Tha e shirkul asgar. I tha një Rasulullah, e qka është kë shirku, e shirkul khafi, kë shirku i msheft, i vogël i msheft, qka është kë shirku i msheft? Ky tha është kur robi qohet me kry një ibadet, qohet mu falë, por namazin e ti e bën pak për hatër edhe dikujnë e prej njerëzve. A i shkon xhami pak edhe për hatër të dikuj, me po që edhe filoni është në xhami. Allahu na rutja Rabbel Alamin. Në një hadith tjetër, ky shirk i msheft është atë kur personi ngritet mu falë dhe gjatë namazit kur e kupton se dikush prej njerëzve është duke e shiqu, e përmison namazin e tij. Falet ma ka dalë, ma qetë. Sepse din që dikush afër është duke po. E kjo është të shëndëzër, kjo vepër është rrezikshme, sepse profeti po thëtë është prej shirkut të msheft, që ja rrezikon veprat besimtarit. Ja rrezikon veprat besimtarit. Ande dashur vëllezër besimtar, të jemi të kujdesshëm në veçantë në ditët e sotit kur njerëzit fatkeqësisht i ka përfshirë kjo sëmundja e shfaqjes së veprave dhe janë të pakta ata ose janë të pakta ato vepra që po kryhen e nuk po publikohen në për statutet dhe rrjetet sociale të njerëzve. Namazi natës, leximi i Kuranit, sadaka, haxhi, ihrami, tavafi, sa'i, arafati, ndihmat, pakat ushqimore, iftaret, shtëpitë atyre që ndërtohen, dhe shumë vepra tjera të mëdha, me cilat robi fiton shumë dhe ka shpërblim të madh për to nëse njëti është i pastër dhe nëse nuk është qëllimi që të kënaqen njerëz, por të kënaqet Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo frikë nëse ka qenë për profetin dhe është frigu profeti atëherë kur s'ka pas kamerë, s'ka pas telefon, s'ka pas TV, s'ka pas kamera, s'ka pas rrjete sociale, s'ka pas internet, dhe ata cilët ndoshta ka mund të dinë njerëz ka qenë ngisht ose shumë pak veprat e njerëzve, sot kjo gjë është edhe më e rrezikshme tash vëllezër besimtar. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm sepse është prej sëmundjeve bashkëkohore e cila po na i rrezikon veprat. Ajo është syfaqësia. Dhe kjo është dy llojesh. Syfaqësia që është prej fillimit veprës, pra dikush në parim nuk është duke punu mirë vetëm për hartë të njerëzve, dhe vepra e tij padyshim se s'pranohet fare. Ajo shirk i madh. Por është një tjetër vëllezër që këtu munden me ra besimtarët më tepër, është besimtarin në parim e fillon ibadetin për Allah, por pastaj vjen duke ndikuar edhe dëshirat të tjerë ose fjalë të tjerë se çka po thojnë dhe apo të lëvdojnë. Dhe këtu pastaj tash vëllezër besimtar mundet më rreziku. Tëre të tash vëllezër prej vepra që Allah azza wa jall ka të rrjedhë vërejtjen që mund të shkatërrojnë adhurimet, veçanti sadakën, bamirësinë dhe kontributet, është mburrja me kontributin. Mburrja me sadake, mburrja me ndihmën që ja bën dikujt.
mburja me një vepër që e ke bë. Unë e kam bë këto, unë e kam dërtu këto, unë e jam qaj. Kjo është rrezikshme. Ose mburja dhe lëndimi, kështu Allahu Azza wa Jalla ka thujt. Lëndimi është për qëllim me i lëndu ata që ju kanë ndihmu. Duke i thonë, apo të kujtohet kur s'ke pas çka me hongër, apo të kujtohet kur unë ta kom pagu biletën, apo të kujtohet kur unë t'i bisha pakot, apo të kujtohet. Kështu e lëndon, ose lëndimi tjetër i formës bashkëhore, dashur besimtar, përmes së cilit po lëndohen sot shumë fukara dhe nevojtar është duke i fotografu dhe duke i postu madje në raste edhe fotografitë e tyre, gjendjen e tyre, ndoshta nuk po i përfshi të gjithë, sepse ndoshta disa arsëtohen për me i tubu ndihmat, për me ndërtu një shtëpi ose për me shëru, dhe kjo mundet më arsëtu. Por, ja qënë një pako 30 euro, edhe ja bën 30 fotografi, që ja kequ në shtëpi, mos prit shpërblim ato. Ja qënë vitra 20 euro, edhe i përmen, hoxha, bën një mu me vitra filonit, sa breje duke i ndihmu me ato vitra? 20 euro. E sa e hongre ti iftarin në restoran 25 euro, një iftare hanë, kurse vitrat për Ramazan i jep 20 euro dhe mburret dhe ti bën 100 pyetje, a bën një aqu filonit, a bën një aqu filonit, a bën një mu filonit, sa është shumë keq, me çka për ndihmon? Për ndihmon në vitra. Ja ejuhalladhina amanu, Allah përna të hek vrejten, o ju që keni besu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, o ju që keni besu mosi asgjësoni sadakën tuaj bil manni, manni është mburja, duke mburë që ndihmove, që kontribove që dhe, wal adha dhe me lëndim, dhe duke i lëndu ata që i ndihmove. Mos i shkatroni. Allahu po thot, o ju që keni besu, mos i prishni vepra tuaja të mëdha. Vepra të mëdha. Me dhanë për hir të Allahut është vepër e madhe, është shpërblim i madh. Por ky shpërblim është kur bëhet për hir të Allahut azza wa jall. E kur bëhet për hir të Allahut, atëherë nuk ka pastaj rëndësi apo din të tjerët as për din, apo të falenderon, apo nuk po të falenderon. La nuridu innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne po ju ndihmojmë për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne nuk po kërkojmë për juve, s'dojmë për juve as mirënjohje, as shpërblim, as kompenzim, e as falenderim dhe mirënjohje. Kështu Allah Azza po i përshkruan ata të cilët janë të sinqert kur japin dhe kur ndihmojnë. Andaj është për veprave që i azhësojnë në veçanti sadakën, është edhe mburja dhe lavdimi, përmendja e veprave të mira që besimtari i bën, ka thonë profeti alayhi salatu wasalam në një hadith i cili realisht është hadith rënqetës, është vëllezër besimtar, thot profeti alayhi salatu wasalam, thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah. 3 personave Allahu nuk ju flet ditën e gjykimit. Pra është i hidhëruar ndaj tyre. Është i hidhëruar ndaj tyre atë shumë, la yukallimuhum, nuk ju flet, wala yanzuru ilayhim, as nuk i shiqon. E llogaritet tash, nëse Allahu nuk na flet, nuk na shiqon dhe nuk na mëshiron se ku do ta kemi në vendin. La yukallimuhum wala yanzuru ilayhim
wala yuzakkihim, dhe as nuk I pastron prej mëkateve. I thanë, kush janë ata ja Rasulullah? Kush janë ata sa shumë pas kanë humbë, sa të ngratë e humbur që i kanë, kush janë? Ta el musbil, ai cili I ngre rrobat e tij zhag nga mendje madhësia. Wal mannan, dhe ai cili mburret, lavdohet, I përmend vazhdimsi veprat e tij. Unë thot jam. Unë jam çaj, unë jam çyky, unë jam ai që ndihmova, unë jam ai që kontribuova, unë e bona, unë. Kjo ti prish veprat. Dhe treti, wal munfiqu sil'atahu, dhe ai cili e shet mallin e tij duke u betu rrejshëm, dhe kjo është e rrezikshme. Dhe ai cili e shet mallin e tij duke u betu rrejshëm, pasha Allahun e kumpru për jashti. A nështë në kështë është. Pasha Allahun e jam I është, a nështë së koni ti hiç. Pasha Allahun vese e prunë prej bashës, a nështë e ka që një jo në pëdrunë. Dhe mënyrat të tjera të kamuflimit dhe të gënjeshtrës. Shet mal, por mashtron njerëzit. Dhe mashtron në këtë mënyrë duke u betuar Allahun. Pasha Allahun betohet rrajshëm për një mall që ndoshta nuk e ka vlerën ku me ditë sa, po edhe me pas nuk lejohet që besimtari mu beton Allahun azza wa jall në mënyrë të rrajshme. Dhe kjo pastaj është si pasojë që ja shkatërron në veprat dhe shpërblimet e tij. Allahu na mëson me punu mirë, me rujt veprat të mira, dhe Zoti na shpërblet për to ditën e gjykimit, po edhe në këtë botë Allahu na boft syqel dhe besimtar të drejtë, të vëmendshëm, që përveç që punojmë mirë, mundohemi me I rujtë veprat, adhurimet, shpërblimet cilat I kemi fitu, dhe ato shumë që kemi shpenzu, e të mos I shkatrojmë, e të mos I azesojmë nga pakujdesia ose nga disa lëshime që pastaj janë të mëdha në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.